Të jesh politikan është një status i veçantë që në të shumtën e herëve të jep mundësi të bësh një jetë mjaft të mirë. Interesi i publikut është gjithmonë të di atë që nuk shihet në televizion. Ka qenë një gazetar amerikan i cili ka folur për shtëpitë e dy kryeministrave shqiptar, Albin Kurtit dhe Edi Ramës. Ai tha se të dy këto figura i lidh fakti që janë shqiptar, por mënyrën e jetesës dhe shtëpitë e tyre janë të ndryshme. Teksa ka folur për shtëpinë e Kurtit, ai tha: "Fillimisht, Albin Kurtin e kam takuar te shtëpia e tij, në një apartament 60 metra katror, me një kuzhinë të vogël, por me një bibliotekë shumë të madhe. Në një cep të shtëpisë, ai kishte vendosur tavolinën e tij të punës. U çudita se si një kryeministër mund të jetonte në një ambient aq të vogël, por më pas, për arsye sigurie, ai është udhëzuar që të largohet nga ai apartament dhe ka shkuar tek një shtëpi pak më e madhe me qera mujore, 300 euro. Sikurse më tha Kurti, kjo ishte një shtëpi e ndërtuar prej 50 vitesh dhe 2 dhoma ishin të mbyllura pasi pronarët e shtëpisë kishin lënë gjërat e tyre. Personat që i kishin lënë shtëpinë me qera Albin Kurtit jetojnë në Norvegji dhe njiheshin bashkë prej vitesh. Ato nuk kishin dashur të merrin qera, por Albini nuk kishte pranuar dhe ai paguante qera çdo muaj. Kishte më shumë hapësirë se te shtëpia e parë, por çdo gjë ishte mjaft e thjeshtë, u shpreh gazetari amerikan. Ndërkohë unë kam vizituar dhe shtëpinë e Ramës dhe kam mbetur i impresionuar. Shtëpia e tij ka një hapësirë të mëdha nëntoksore dhe ka disa kate nën tokë dhe shumë dhoma. Përpara kishte një obor të madh, ndërkohë që arkitektura e shtëpisë së kryeministit shqiptar më ka lënë pa fjalë. Edhe pse janë dy kryeministra shqiptar, ato kanë sjedhur të bëjnë jetë ndryshme. Albini me një shtëpi me qera të ndërtuar para 50 vitesh, ndërsa Rama me një shtëpi që do ta kishte zili çdo kryeministër në shtetet europiane.